Përshëndetje, edhe në këtë video të mësojmë për timeline. Tani I kemi të vendosura këtu videot, si pas videos paraprake që bënëm, nërsa tash po selektoj këtu, edhe po klikoj delete, fshetëm këtë video, edhe po bëj drag and drop një video tjetër. Shikone, po vendosi këtu. Tash, si pas renditjes, këtu I kemi 2-3 klipe, nëse klikoj këtu thanë fshefën. Po klikoj këtu të komperiti, për vrejni kjo është video tjetër. Nëse duket me vendos të parën ka, nëse klikoj kështu, e vendosi këtu, kjo metet koha njëjtu, po kjo video e parë e kam shef videon e dytë, e ka shkurtu, e ka zonë venin deri këtu. Nëse vendosi arenin e njëjtu të vënishit, të më thonë. Po këthena CTRL-Z. Ndërsa, nëse këtë e bëj drag and drop të arenin e dytë, atëre nuk e afekton këtë asgjë. Shikone. Kjo është në altë, kjo është poshtë. Edhe një metodë tjetër, po këthena CTRL-Z. Ndërsa, nëse klikoj CTRL, shikone, CTRL, edhe klikoj këtu, shikone kjo bartët edhe këtë video tjera I shtynë kënena. Prapë që për këthena njerë, CTRL-Z. Po klikoj këtë videon, pastaj, ku ta klikoj CTRL, kursore ndryshon formën. E maj CTRL në shtyp, edhe këtë video e shty ka. Shikone, kjo I shtynë këtu tjerat. Ndërsa pa CTRL, atëherë ja zën venin këto, që po kthej mbrapa CTRL-Z. Shikone, tash pa CTRL heq, vetëm po klikoj po e shtyj këtu. Shikoj kjo ja zën venin këto me edhe nuk e, do të thonë kohën nuk e ndryshon, po e zën këtë video mbi. Kështu që kështu nuk preferohet. Okej. Edhe tash shikone e kemi këtë video në këtu lidhë kështu. Që sa let, ose muj edhe këtë metodën tjetër, e lëvizi këtë kështu. Maknena, më thonë. Pastaj këtë kështu, edhe shikoni kur pa afroj këtë tap, sa let për ngjitet. Por arsye se unë e kom kliku me këtë këtu. Nëse heki këtë, atëherë unë muj mi lëviz këtu, po ku ta afrona afër nuk ngjitet knap kështu. Kështu që unë e preferoj me pas të aktivizu me këtë, sepse na mundson, na bën punën më të lehtë, veç afrona tap, edhe ke ngjet shumë lehtë video. Po kemi raste këtu nga timeline ku e kena vendos këtu videon, na këtë, nëse afromi këtu, shikone, mumi me rrit videon, apo me shkurtu videon. Kështu që këtë rast fillimisht kena menu që në rregull video, po kena fillu këtu me këshyr me editu, me vremi që nuk o mirë, atëherë shkomi, shikone, e rritmi, apo e shkurtomi video. Tasht një opcion tjetër që është interesant. Tasht këtu e kemi një video. Të vënishi edhe të vëdyshi, po klikoj dy herë e kemi edhe këtu një video. Por, nëse e marrë këtë videon, këtë, edhe e marrë e qes të nalt, shikone, nuk mund mu pa të dy videot, por arsye që kjo video që është nalt dominon. Nëse e bëj play, shikone, deri sa të mbaron kjo video, nuk mundet mu shfaq kjo tjetra poshtë. Sa ku mbaron kjo video, shfaq kjo poshtë. Kështu që, kjo që është nalt, kjo dominon. Kështu që për çfarë arsye, na do të me lonë hapësira. Shikone, e lomi kanalin nëmër I parë, I dyti, amo këtu nuk ka, se këtu nëse kish pas video tjetër kjo nuk duket. E vetë një mënyrë është më duk, për shembull nëse lëvizi këto, edhe e kemi opcionin me bu këtu hide, shikone, ku ta pshefi synin, që pe qesto, shikone tani po duket kjo pamja me deti. Nëse mbylli synin këtu, tash duket lula se ky kanali nuk shihet më asnjë video në këtë kanal, se ne kena thonë këtu me bu me fshef, të më thonë këtë video. Nërsa ka raste që kjo video mos me na mbishkru ose mos me na ndryshu, na mu me kliku me bu lock. Shikone, kjo bëhet lock. Ku të bëhet lock, na nuk mu me qitë më video këtu, nuk mu me mbishkru, nuk mu me bu kur gjo. Njëjtë nëse kish pas video zo, mu me kliku edhe te audio, të më thonë edhe audion me bu lock.